Pra, liria e veprimit seksual, kisha me pullu të vajzat e reja, për mos veran kësi situate, se gjithmonë e pëson femna, kudo në botë e vetëna, nuk jem vetëm ne, çdo kush në botë e don femnën për veti. Ai që don me pas, çdo kun. Nuk ka aty kulturë, edhe nga filmat shihet, edhe nga çdo, e don strikt për vete, pra nuk don diçka me nda me dikën. Tash, sigurisht edhe femna nuk don me nda mashkullin me asken. Me qenë se përbashkujt nuk është lyp, por kjo e femnave ka qenë dikur. Pra për mësmarë në situata të tilla, ish dasht që të edukohen femnat në të formë, të jenë punëtore, të jenë të ngritura, të jenë të dituna, të kenë pjekunin, të arrin pjekunin sociale që nuk kupton mbetësin, pra pavarësin e vetë nga aspekti i punës, e shkollimit e gjitha këto, e pastaj të gjenë bashkëshortin ose